Jepi le të fillojmë të përgatisim një pije. Ishte shumë mirë që të shmangnim ujë të cili është shitë që është me vitamina, me shije, me gjëra të tilla, gjithashtu edhe elektrolitët nëse i zgjedhim për t'i marrë do të jetë shumë mirë t'i marrim pa shije dhe pa shtesa të tjera siç mund të jenë ëmbëlsues apo ngjyrues, sepse arsyeja pse ja shtojnë për ta bërë sa më të këndshme dhe të pranueshme nga njerëzit, pra për ta shijuar pak. Kështu që zgjedhim mënyra natyrale për ta shijuar. Mjafton ujë. Në këtë rast ne kemi ambienti, se ta shumë na shijon. Po, mbajmë parasysh që pjesa më e madhe duhet të jetë ujë. Ujë. Ujë, shumë njerëz ujin e kokosit e pinë edhe kështu siç është, pra edhe në këtë formë për ta pirë të pa holluar pra me ujë tjetër, mund ta konsumosh dhe të furnizon shumë mirë me elektrolitët e nevojshme dhe me hidratimin, por që për ta kthyer në një pije tamam do të ishte mirë që ta tresim në ujë. Cilat janë vlerat e ujit të kokosit? Po, e tresim. Është tepër i pasur në të gjitha elektrolitët që i duan organizmit ton, pra ato minerale që ne i tham pak më përpara, kryesisht kalium, magnez, kalcium, natrium, të gjitha na ndihmojnë që të qëndrojmë të hidratuar, por gjithashtu ndihmojnë edhe në shëndetin e sistemit nervor dhe atij kardiovaskular. Dhe unë e pash që 1/3 ishte ujë dhe 1/3 ishte ujë kokosi. Do ishte mirë të shtojmë gjithmonë krip, ne e dim që kripa është e pasur gjithashtu në minerale, por do sugjeroja kripën keltik, duke qenë që është e vetmja e studiuar që ka deri në 80 gjurmë mineralesh në të. Kështu që do ishte mirë, kushdo që ta gjej, do të ishte krip keltik. Dhe kjo varet me shije, në një kan të madhe unë do sugjeroja kaq krip, pra një lugë. Po për botën një maj lugë, sepse do bëhet i kripur dhe do na jap një shije jo shumë të këndshme. Tani, kripa Himalajës që ti diferencojmë, janë dy lloje të ndryshme kripa. Kripa detit dhe kripa Himalajës janë dy lloje të ndryshme kripa, njëra merret në Himalaje, pra në male, ndërsa tjetra merret në det. Po kripa keltik? Merret në det, por ka një bregdet specifik që merret vetëm në Francë. Është një bregdet në Francë, e cila mblidhet kjo krip, kjo e bën atë më speciale. Resurset e saj nuk janë të pafundme, kjo e bën akoma më të vështirë për ta gjetur në treg, dhe paksa edhe më të kushtueshme se kriprat e tjera. Megjithatë, do me thënë për ta ruajtur për përdorim të veçantë, për ndonjë pije, për ndonjë sallatë, shumë mund ta marrim dhe meqense the që është pak e kushtueshme, mund ta marrim edhe ta konsumojmë më pak. Pastaj, limonin është në zgjedhjen e opsional, secili mund ta shtojë sipas dëshirës, por që do ishte mirë që mund ta bëjnë edhe në copa për ta dhënë gjithë ajo kana që the. Duhet shpeshherë të na haj syri, sepse të thash ka shumë njerëz të cilët nuk preferojnë ta pinë ujin. Dhe këtu kemi një ujë i cili është ka shije, ka elektrolite dhe është hidratues. Edhe kemi të pasur me ato elektrolite që janë kaq shumë të nevojshme që duhet që ta mbajnë organizmin ton të hidratuar. Teksa tipi, ja po e provoj pak. Më pëlqeu shumë i mirë. As si ëmbël, as edhe i kripur, po me shumë shije të mirë. Ka shije, po kjo është arsyeja pse ne shtojmë edhe pak krip edhe pak limon dhe tretësira e tyre na jep një shije të këndshme që shumë e kanë të preferuar. Unë e preferoj me akull. Për të gjithë ata që duan të kujdesen për veten dhe të zgjedhin gjithmonë produktet e duhura, mund ta bëjnë me ujin e kokosit, me kripën keltike, me limonin. Për të gjithë të tjerët që nuk i kanë mundësi, mund të përdorin edhe ujërat të tjerë ose ato elektrolitet që shiten. Mirë, si sa ujë kokosi mund të pish në ditë, një gotë? Mund të pish, ujë kokosit është shumë i mirë, që mund të pish sa të duash, nuk është problemi tek ujë kokosit, është pa masë, domethënë nuk është thjesht lëng. Ishte shumë e mirë, shumë pije mirë. Më vjen shumë mirë që të pëlqen, do ta bësh pjesë për Po tani do ta bëj edhe unë, përveç dallës që e kam filluar. Tradicionalisht e kemi pjesë të tavolinës. Doja shumë të sillja edhe një recetë tjetër, është shumë e thjeshtë edhe mund ta rekomandoj kushdo, por më tepër këtë do t'ja sugjeronim nënave me fëmijë në udhtim. Me fëmijë të vegjël në udhtim mund të kenë fëmijët një diare dhe nuk kanë qendër shëndetësore, pra mund të përgatisin një zëvendësues të gjitha atyre kripra mineraleve që fëmia ka humbur me diaren. Dhe kjo është e këshillueshme për disa orë, sepse pastaj patjetër që duhet të kontaktohet mjeku edhe të gjendet apo të gjendet një farmaci. Gjithsesi mjafton një banane. Po. Mund të flasim dhe të themi dhe vlerat.
Kjo është një recetë në fakt e cila është shumë e thjeshtë dhe kryesh jo vetëm për fëmijët, por gjithashtu edhe për të rriturit. Duhet të mbajmë pak parasysh që problematikat shëndetësore të fëmijëve janë shumë specifike dhe nënat gjithmonë duhet të drejtohen tek qendra shëndetësore se tek pediatri. Shumë nëna i trajtojnë fëmijët në shtëpi për gjëra të vogla siç është diareja apo të vjellat dhe doja të theksoheja që Jo, do ta themi që diareja dhe të vjellat janë urgjencë mjekësore dhe për fëmijët edhe për të rriturit. Gjithsesi, në momentin që ka kaluar dhe ka qenë thjesht një moment të vjellash dhe fëmia duke që ka humbur lëngje nga trupi i tyre, është një mënyrë e mirë për ta përdorur gjysmë banane pa krip. Unë nuk do preferoja sheqer, por nëse fëmia ka nevojë dhe pak sheqer sepse banania ka, ujë kokosi dhe ujë normal. Në këtë mënyrë fëmijës i keni zëvendësuar jo vetëm kriprat e humbura, por gjithashtu keni zëvendësuar, keni futur dhe pak fibra që bananat e pjekura i kanë me shumicë për t'i rregulluar balancën e florës së zorrës, kështu që është një mënyrë shumë e mirë për ta bërë. Ndërkohë këto mund t'i kombinojmë të gjitha në një mikser, nëse nuk kanë mikser, mund ta shtypin me pirun edhe në një gotë. Jam shumë e sigurt që nënat dinë se si t'i vinë ta përballojnë këtë situatë dhe ta bëjnë mirë recetën, kështu që më e mira është të kenë një mikser, e bluajnë dhe fëmijës ja japin për ta konsumuar. Në këtë mënyrë kanë zëvendësuar jo vetëm kriprat e humbura, pra jo vetëm mineralet e humbura, por gjithashtu edhe vlerat e tyre ushqyese dhe ndihmon që të rregullohet sa më shpejt problematika. Të themi të rikthehet në normalitet.